Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit të Ibn Qayyimit rahimahullah, për porositë e tij, mesazhin e tij që ja ka dërguar njerit prej vëllezërve të tij, duke këshilluar për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Morëm vëllezër në dersin e kaluam, ose si njerëz të devotshëm e lusin Allahun subhanahu wa ta'ala që mi përmirësu ata edhe familjet e tyre, bashortët e tyre, pasardhësit e tyre. Po ashtu morëm se si këta njerëz e lusin Allahun subhanahu wa ta'ala që me i bë shembull për të tjerë, pra pjesë për të tjerë në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala në devotshmëri. E tash do të sonte me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala do ta trajtojmë temën që ka sjellë Ibn Qayyimi i lidhur me atë se e arrin njeriu që të jetë pris për tjerët, që të jetë shembull për tjerët, që tjerët me pas lakmi edhe me pasu atë lidhur me fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah thot në këtë libër madhështor, thot Allahu subhanahu wa ta'ala thot na ka treguar se qenurit pris në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala për çelën e shembull për tjerët në fenë Allahut, thot arrihet vetëm përmes durimit edhe përmes bindjes. Vetëm përmes durimit edhe përmes bindjes. Pa shkon vëllezër tash duhet patjetër do thotë to bonasjarori Ibn Qayyimi mi marr shkaqet. Prandaj se ne kaluam e morëm se patjetër duhet ta lusim Allahun subhanahu wa taala. Kjo është domethënë shkaku i parë, shkaku i dytë është që na me i ndërmarr shkaqet veprojmë. Në mënyrë që me arrit këtë grad. Pra nuk jo më mjaftu vetëm me aspektin e lutjes, mirë po patjetër kur e lusim Allahun subhanahu wa taala për diçka, edhe duhet me i ndërmarr shkaqet. E prej shkaqeve vëllezër është që ti mu pajis me sabër edhe me pas bindje. Pra thotë siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dhe prej tyre kemi bërë prizë të cilët udhëzojnë në çështjen tonë, me urdhrat tonë, kur ata lamma sabaru u treguan durueshëm, wa kanu bi ayatina yuqinun. Edhe ishin të bindur ndaj ajeteve, shenjave tonë. Kjo është rruga e vetme. Pra me pas sabër edhe me pas bindje. Pra muslimani vëllezër duhet mu pajis me sabër, me 3 llojet e sabrit që do t'i shtjellojmë poshtë, e po ashtu duhet me pas edhe bindje, yaqin. Çka është bindja? Bindja vëllezër është dija e plotë, e cila nuk njolloset nga medyshja, nga hamendja apo dyshimi. Siç thot Allahu, "Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Besimtarë janë vetëm ata që i besojnë Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yartabu. Pastaj nuk dyshojnë, nuk lkunden, nuk kanë dyshim. Thotë janë të bindur në këtë besim. Nuk kanë luhatje. Kanë dije qëndrueshme, dije të prerë, e cila nuk ngatrohet me dyshime edhe me lkundje e hamendje. Kjo është vëllezër pra el yaqin. Andaj kur njeri vëllezër ka dyshime, ka lkundje, ka hamendje, atëherë ai besimi i tij nuk quhet vëllezër bindje. Ibn Qayyim vëllezër rahimahullah tash na sqaron se çka është për qëllim me u pajis me sabër, që muslimani me pas sabër, i përmend këtu disa mendime dietarëve dhe përmend edhe wasawab. Dhe mendimi i saktë në këtë mes është se me duru ndaj obligimeve të Allahu subhanahu wa taala, farzeve të Allahu subhanahu wa taala, pastaj me duru ndaj harameve, por mos me ran haram, edhe me duru ndaj caktimeve, kadereve, dhimbshme që t'i cakton Allahu subhanahu wa taala. Andaj nga ky fjalë e Ibn Qayyimit rahimahullah, dalim përfundim se sabri është 3 llojesh. Sabri i cili kërkohet nga muslimani është 3 llojesh. Me durun mbindje ndaj Allahu subhanahu wa taala, me detyru veten, me përballuar me detyru që me i kry obligimet e Allahu subhanahu wa taala, farzet e Allahut, ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Lloji i dytë i sabrit, me duru mos me ra në gjuna, me frenu veten, me zbrapz veten, edhe pse ti jo është harami, ti me e stopu veten, edhe mos mu tregu i pa bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pra me nal veten prej gjunaheve. Edhe kjo ka nevojë për sabër, edhe sabër të madh. Edhe e treta prej llojeve të sabrit është me duru ndaj caktimeve të dhimbshme të Allahu subhanahu wa taala. Në moment që të godet Allahu me një sprovë,
e cila nuk të pëlqen, atëherë çka ti duron. Allahu në Kur'an ka treguar se patjetër kemi mu sprovu. Patjetër, po më na sprovu Allahu me frikë, me uri, me mangësinë, pasuri, me mangësi të kantarët e familjes. Mirë po ka thënë në fund, wa bashiri sabirin, dhe jep lajmin e mirë durimtarëve. Edhe ju ka premtuar shpërblim edhe mëshirë të madhe nga ana e tij subhanahu wa taala. A dhe vëllezër, pra kur ti si musliman i ki këto 3 lloje të sabrit, edhe këtyre ja u bashkangjet el-yaqin, bindjen e fortë në Allahun subhanahu wa taala, me këto 2 elemente, me këto 2 baza ti kemi arrit me qenë dikush në fen Allahu subhanahu wa taala. Që tjerët me të pas lakmi, edhe me qenë pris edhe me ju dhesh njerëzin fen Allahu subhanahu wa taala. Pra me fjalë tjera mu ba shembull për tjerë. Ibn Qayyim rahimahullah thot, Allahu subhanahu wa taala ka ba bashkë me sabrit edhe mes bindjes. Pse? Thot sepse përmes tyre njeriu e arrin lumturinë. Shkone, e arrin lumturinë, do thot lumturinë këtë botë edhe në botën tjetër. Përmes shkafit, përmes sabrit edhe përmes bindjes. E thot nëse njeri humb sabrin edhe bindjen, atëherë humb edhe lumturinë e tij. E humb sabrin, e humb bindjen. Apo humb janën prej tyre, atëherë varësisht se sa ke humb prej tyre, atëherë ki me humb edhe lumturinë këtë botë edhe në botën tjetër. E pse është kjo vëllezër, pse Allahu e ka ba sabrin edhe bindjen me pas këtë pozitë kaq nalt në fen ton, që ti me arrit lumturinë përmes tyre, na sqaron këto vëllezër Ibn Qayyim i thotë sepse zemra e njerit thot vazhdimisht goditet edhe preket nga goditjet e epsheve, cilat mundohen me detyru njeriun me kundërshtu urdhrin e Allahu subhanahu wa taala, edhe goditen nga goditjet e dyshimeve, cilat mundohen me e detyru njeriun mos me i besu fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra zemrat tona vëllezër janë mes këtyre 2 goditjeve. Ose dvin, domethënë zemrën tane, dvin goditje cilat në aspektin e epsheve, po që detyrojnë apo të nxisin që ti me kundërshtu urdhrin e Allahut, apo tjera që ty detyrojnë apo nxisin që ti me e kundërshtu fjalën e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E cilat janë pasojat e kësaj vëllezër? Nëse njeri dorëzohet edhe nuk e ka imunitetin e bollshëm edhe të mjaftueshëm përballë tyre 2 dyshimeve, atëherë prej llojit parë, goditjeve të para, kjo bën që ai me i braktis urdhrat e Allahut edhe me ba harame. Pra me dështu edhe me pas defekt në aspektin praktik. Dërsa, nëse janë tilla dyshime që, apo goditje që nxisin dyshime edhe ty, nxisin që ti mos me ju besu fjalëve të Allahut, me i përgënjeshtru fjalët e Allahut subhanahu wa taala, atëherë çka? Prej kësaj, domethënë çka rezultati është Allahu na ruaj që ti me kalun kufër pastaj. Andaj lloji i parë vëllazër është praktik, domethënë dëmton në aspektin praktik, ndërsa lloji i dytë dëmton në aspektin teorik. E shkak i llojit parë vëllazër çka është? Janë epshet, siç e thënë, epshet që godasin zemrën e njeriut. Edhe si rezultat i kësaj, kur njeri dorëzohet para tyre, i prishen veprat e tij. Ndërsa lloji i dytë është në aspektin teorik. Do thotë kur këto goditje kanë bëjnë me dyshimet, cilat e prekun zemrën e njeriut, edhe kështu të prishet dija lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Edhe siç e kemi thënë edhe nderset e kaluara, çdo prishje që e godet njeriu, ose vjen si rezultat i epsheve, ose si rezultat i dyshimeve. Dyshimi ta prish dijen në raport me Allahun, kurse epshet ti prishin veprat. Mirë po, elhamdulillah, Allahu ka lan ilaç, ka lan gjana që ju kundërvihen këtyre, që ti mu mbrojt përmes tyre, mu mbrojt nga dyshimet, mu mbrojt edhe nga epshet. Si të mbrohemi nga këto vëllezër? Përmes tyre 2 pikave që po na i përmend këto Ibn Qayyimi, me sabër edhe me bindje. Pra patjetër si musliman, duhet mu pajis me sabër edhe me bindje. Dëshiron me shpëtu nga dyshimet, atëherë pajisu me bindje. Si thamë që është dija e prerë, dija e plot, në cilën nuk ka fije dyshimi, që mos me të prish dija në raport me Allahun edhe me fenë e tij. Andaj vëllezër muslimani, nëse në zemrën e tij nuk ka bindje lidhur me Allahun edhe me fenë Allahu subhanahu wa taala, atëherë çdo dyshim që i vjen
e nxjerr nga besimi i sakt, e largon nga besimi i sakt. Andaj dëshiron dëshiron me ju bë ballë dyshimeve pa jesu me bindje. Ndërsa përmes sabrit shpëton nga epshet. Si thamë, sabri është 3 lloje. Një lloj i sabrit është me durun, mos me bë gjunah Allahu subhanahu wa taala. Vjen diçka që ty nxit edhe t'josh me i bë gjunah Allahu subhanahu wa taala, duron. Edhe e zbraps, nuk e kryen atë vepër të keqe pse për shkak durimit që e ki. Ndërsa njeri nëse nuk ka durim vëllezër përballë epsheve, atë çdo gjë që i shfaqet përpara, ai më njëherë bjen to. Më njëherë tërhiqet edhe shkon pas tyre. Atë dhe pra thot Ibn Kaimi, përmes sabrit largohen epshet, ndërsa përmes bindjes largohen dyshimet. Thot sepse epshi edhe dyshimi e kundërshtojnë tërësisht fenë e Allahu subhanahu wa taala nga çdo aspekt. Shonzër, epshi edhe dyshimi bindesh tërësisht me fenë e Allahut, me synimet e fesë e Allahut në çdo aspekt. Andaj thot askush nuk shpëton nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala, askush nuk shpëton nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala përveç atij që i largon epshet e tij me sabër, edhe dyshimet e tij me yaqin, me bindje. Kjo vëllezër na e bën qartë kjo fjalë Ibn Kaimit, kjo fjalë madhështore e tij rahimahullah, se kemi nevojë për durim, kemi nevojë për bindje të plot në Allahun subhanahu wa taala në fenë e tij, nëse dëshirojmë me shpëtu nga këto 2 smundje shkatruese që janë dyshimet edhe epshet, cilat e shkatrojnë fenë e njeriut. E thotë Ibn Kaimi rahimahullah, thotë se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka ndërlidh dështimin e njeriut, thotë e ka ndërlidh me pasimin që ai bën epsheve edhe me pasimin e dyshimeve, kur ai domethënë futet në gjana të kota. E këto 2 gjana vëllezër kur bëhen bashkë tek njeriu, pasimi i epsheve dhe dyshimet, atëherë jeta e tij vëllezër është në rrezik të madh. Feja e tij është në rrezik të madh. Nëse çfarëdo gjë që i shfaqet përpara, ai futet në to, pa shikuar do thotë se a është halal apo është haram. Mirë po vetëm se po e tërheq vetja ti, epshi ti, pasioni ti, atër pa dyshim se ko më dëmtuar shumë këtë aspekt. Edhe në anën teorike, në anën e dijes, kur ai futet në gjana vëllezër, pa shikuar se a ka për to argumente, a ka për to dëshmi, fakte nga fjala e Allahut, nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë mos pyet se sa ka më shumë ka më dëmtuar feja e tij Allahun. Pse se 2 këto vëllezër 2 aspekte e prishin aspektin teorik edhe aspektin praktik të njeriu Allahun. E vëllezër Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar në jetën e kësaj bote që na me i përmirësu këto 2 aspekte, aspektin teorik edhe aspektin praktik. Pra mu pajis me dije edhe mu pajis me vepra të mira. Edhe pastaj me kanë qëndrueshëm këta, në aspektin e dijes edhe në aspektin e veprës. Allah të regon vëllezër se si i ka kriju qejtë edhe tokën, edhe në fund thot li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Që ta dini se Allah është i fuqishëm për çdo gjë. Do thot me njoft Allahun subhanahu wa taala. Allahu na thret që na me njoft Allahun përmes emrave, cilësive të tij dhe veprave të tij. Ky është aspekti teorik. Me mësuar sa më shumë për Allah. Edhe aspekti tjetër praktik është kur ta dim se pse na ka kriju vëllezër Allah. Na ka kriju vëllezër që na me adhuru Allahun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah xhenet dhe njerëzit nuk i kam kriju për diçka tjetër veç se që ata të më adhurojnë mua. Pra jemi kriju vëllezër për mu pajis me dijen e nevojshme edhe me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Me ditë edhe me punu. Me i ditë realitetet e akides, tauhidit, me mësu për tauhidin, njësimin e Allahut, argumentet që kanë ardhur në Kur'an, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj me adhuru Allahun bazë tyre argumenteve, bazë asaj që na ka lirësu Allahu subhanahu wa ta'ala. E çka është ajo që të largon për këtyre dyjave, që nuk të lën me arrit për sosmerin, se për sosmeria e njerit vëllezër arrit përmes këtyre 2 aspekteve, kur ti mëson edhe punon. Mëson për fenë Allahut edhe praktikon, pastaj e zbaton në praktik. E çka është ajo që të largon prej kësaj përsosmërie është kur ti
lejon që mu godit nga epshet, edhe lejon që mu godit nga dyshimet. Andaj vëllezër, njeriu kena bën me kuptu që na si njerëz që jemi krijesa dopta, kemi nevojë që me kanë tepër të përkushtuar që mos më na u prish feja jon, mos më na u shkatru feja jon, mos më na u dëmtu feja jon nga ana e epsheve apo nga ana e dyshimeve. Pse se shejtani vëllezër i ka çto dy elemente apo dy aspekte për nga mundohet më fut tek njeriu edhe me e largu nga rruga e drejtë, edhe nuk i intereson me cilën triumfon kundër teje, ose përmes dyshimeve ose përmes epsheve. Edhe ai studion, shikon se e shikon mirë gjendjen tënde. Nëse të vren se je njeri i kapun shumë mas feje, atëherë mundohet me ta bë fen e rand, me tepruan fen e Allahu subhanahu wa taala. Edhe të fut pastaj s'ka dyshime, që ti me braktis fen e Allah. Nëse e sheh që je njeri, domethënë feja jote është shumë e dobët, je i dhanën mas gjunaheve, atëherë mundohet me xhyt hala më shumë gjunah. Duke dhanë premtime të rrejshme, hajtë se je hala i ri, ke nevojë domethënë me shfrytzuar rinin tënde. Ki vakt mu pendu. Ende ki jetën përpara, kështu domethënë t'jep shpresa të kota. Derisa Allahu na rujt, ka mundësi që vdekja, nëse të mëshiron Allah, me arrit njerin pastaj në atë gjendje. Pra kështu vëllezër mbrohemi, mirë po, kush është i mbrojtur në këtë mes, vetëm ai që e ruan Allahu subhanahu wa taala. Pastaj dhe Ibn Kaimi rahimahullah thot po ashtu ky ajet që na ka sjell këtu, fjala Allahu subhanahu wa taala thot i përmban edhe dy bazamente tjera. Pra baza e parë mu pajis me durim edhe me bindje, kurse thot baza e tjetër thot tregon Allahu thot se këta njerëz që e kanë arritur domethënë që me qenë prej ata në fe, shembull për tjetër janë tillë që thrasin drejt rrugës të Allahu subhanahu wa taala. Edhe mundohen me i udhëzu njerëzit, krijesat drejt fesë të Allahu subhanahu wa taala. Po siç thot Allahu yahduna, ata udhëzojnë. Mirë po si udhëzojnë bi emrina, me urdhrat tan, çështjen tonë, thot Allahu subhanahu wa taala. Kjo është bazamenti i katërt që përmend Allahu në këtë ajet. Don këta nuk i udhëzojnë vëllezër njerëzit siç thotë Ibn Kaimi me mendjet e tyre, me pikpamjet e tyre, apo me traditat e vendit, domethënë që bin ndesh me fenë Allahu subhanahu wa taala pa pas argument nga Allahu, as nga feja e Allahut, mirë po thot i udhëzojnë njerëzit me atë që i ka urdhëruar i ka urdhëruar Allahu nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pa bajnë bashk mes thirrjes drejt Allahu subhanahu wa taala edhe dijes larg pamësisë rreth asaj që thrasin edhe atyre që i thrasin. Pra nuk thrasin vëllezër në fenë e Allahut me ignorancë, me padije. Po kanë dije, kanë argumente, kanë fakte. Pse vëllezër se njeriu, siç ka thënë njëri nga brezat e parë të Islamit, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, thotë kur njeriu i thret njerëzit drejt Allahut pa dije, pa argumente, atëherë ma shumë ko me i prish njerëzit, se ka më shumë ko me shkatru se sa që ko me reformu apo ko me ba mirë diçka. E kjo vëllezër është rrezik shumë i madh. E këta e vrejmë vëllezër në realitet fatkeqësisht për hapja për shembull e bidateve në mesin e njerëzve. Pikërisht shkaku është i kjo. Shkaku është se thrasin disa njerëz drejt Allahu subhanahu wa taala pa argumente, pa fakte të qarta. Kjo është një prej shkaqeve më të mëdha që janë përhap bidate vëllezër sot në mesin e njerëzve. Kur disa thirrës thrasin drejt Allahut pa dije, pa argumente. Pa argumente kur them do nga fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu vëllezër se rezultati i kësaj pasaj humbin veprat e mira, zhduken bën adhurimet e mirëfillta ndaj Allahut subhanahu wa taala. E pikërisht nga kjo po na paralajmëron Ibn Kaimi rahimahullah, që me thirr drejt Allahut me argumente, jo mbas mendjes tane, pikpamjeve tua apo traditave e kështu me radhë. Apo dhe vëm tha disa njerëz për shembull e thret dikon i fol e nxit për me bani punë të mirë, kur i thu çka është argumente për këtë. Thotë kështu kemi babgjysh, domethënë tradit ka qenë mesin e tu. Nuk është vëzër kjo argument. Nuk është argument. Çka është argumenti? Argumenti është ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë taraktu fikum amrayn. Thotë mesin e ju kam lënë dy gjëra. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Nuk keni me deviju
përderisa jeni të kapur pas tyre. Kitab Allahi wa sunnat nabiyihi, librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah, fjalët më të vërteta në fjalët e Allahut. Wa ahsanal hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe udhëzimi më i mirë, më i plot, më i përkryer është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, dhe punë më të këqija janë bidatet shpikura. Wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Dhe çdo punë e shpikur është bidat, dhe çdo bidat çon humbje, dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhehenamit. Allahu na. Andaj vëllezër, thirrja drejt Allahut nëse nuk e ka si burim fjalën e Allahut, librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë prej asaj thirrje ka me pas devijim, ka me pas gjana të kota, ka me pas bidate që nuk munden me u numru. Po zë pra këto janë 4 cilësi këtu që i ka përmend Allahu subhanahu wa taala, lidhur me këta njerëz 4 themele, 4 bazamente. Pra e para vëllezër ishte sabri, e morëm do thot se çfarë do thot njeri me pas sabër. E dyta ishte el yaqin, bindja, edhe këta e morëm se çfarë është kuptimi i bindjes. E këto te bindja vëllezër Ibn Kaimi ndalet pak edhe na tërheq vërejtjen, thot që njeriu thot me pas bindje të plot, bindje të qëndrueshme, bindje stabile, në cilën nuk ka me dyshje, nuk ka domethënë hamendje, nuk ka më thonë lkundje, lidhur me 6 shtyllat e imanit, domethënë që i ka përmend Allahu në Kur'an. Me besu Allahun, me besu engjëjt, librat e tij, pejgamberët e tij, ditën e fundit edhe kaderin e Allahut, qoftë i mirë apo i keq. E që ky besim vëllezër, në çdo 6 shtyllat e imanit quhet aqide. E marr nga fjala e gjuhës arabe el aqd, që do të thonë me lidh. Kur dishon ti me lidh diçka që mos me të ik. Kështu vëllezër është marr fjala aqide për kësaj. Po njeri, çfarë do thotë kjo? Shikoni tash ndër lidhjen e anës gjuhësore me anën fetare sheriatike, ti ke nevojë me e lidh zemrën tane fort përmes të këto 6 shtylla të imanit. Edhe mos me pas ta fije, në to fije dyshime apo luhatje. Nëse e ki zemrën e lidhur në këtë formë, dhe sikur kur lidh diçka, atëherë dije se akidja jote, besimi yt çka është i saktë, edhe bindja jote është e vërtetë. E nëse është e kundërta, po besimi yt nuk është stabil, mirë po ki me dyshje, ki luhatje, ki dyshime, atëherë asnjë vepër vëllezër nuk ka mu pranu prej teje Allahun arrit. Pse vëllezër se krejt feja islame qëndron mbi këto 6 shtylla. Krejt feja islame qëndron mbi këto 6 shtylla. Pse se krejt feja me punët e saj, me bindjet ndaj Allahut subhanahu wa taala, me adhurimet, nuk pranohet nga njeriu vëllezër kur del para Allahut subhanahu wa taala përveç nëse ka bindje të plot në zemrën e tij. Për arsye Allahu ka thënë: "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin." Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Kushdo që mohon besimin, pra nuk beson, faqad habita 'amaluhu. Këtë punët e tij kanë më ju asgjësu, këtë punët e tij kanë më ju shkatru. Wa huwa fil akhirati min al khasirin. Edhe në botën tjetër do të jetë prej të humburve, prej të dështuarve. Do thotë, nëse bindja jote në çdo 6 shtyllat e imanit nuk është ashtu siç kërkohet, mirë po ki luhatje, ki dyshime, ki me dyshje, atëherë asnjë vepër e jote s'ka mu pranu. Qoftë namaz, qoftë agjerim, apo bindje tjera ndaj Allahu subhanahu wa taala. Çfarë do vrem në shumë ajete të Kuranit, Allahu përmend këtë realitet. Në shumë ajete të Kuranit vëllezër Allah përmend këtë realitet, edhe e ndërlidh pranimin e veprave me ekzistimin e imanit. Edhe shpërblimin për veprat me ekzistimin e imanit në Allahun edhe në 6 shtyllat e imanit. Allah thot: "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Kurdo që bën punë të mira, qoftë mashkull ose femër, duke qenë besimtar. Shikoni kushtin vëllezër. Duke qenë besimtar. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ne kemi me bathut Allah që ai me kalu jetë mirë.
jetë mirë, qetë, shpirtërore. Po ashtu Allah ka përmendur në ajete të tjera se shpërblimin në ahiret e arrin vetëm besimtari. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Kurdo që dëshiron botën tjetër edhe përpiqet fort me arrish shpërblimin e Allahut, wa huwa mu'min, duke qenë besimtar. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Vetëm tillve Allahu domon ja u jep shpërblimin në botën tjetër. Ajetet shumë të vëllezër që e kanë këtë kuptim. Pra besimi vëllezër është sikur pema, si na ka ilustruar këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pema siç e dimë vëllezër ka rrein, ka trup, ka deg, ka gjethe dhe ka fruta. Andaj kështu vëllezër dhe imani, nëse imani nuk ka rrein, çu ka mundësi me qëndru, domethënë çka trupi, çu ka mundësi me qëndru pastaj deg, çu ka mundësi me qëndru pastaj gjethet edhe fruta. Është e pamundshme. Kështu vëllezër pozita e këtyre gjashtë yllave të imanit ka shi fest Allahu subhanahu wa taala. Sikur rënd me pemën, apo sikur koka me trupin. Moment që koka hiqet nga trupi, do njeri vdes. Moment që pema nuk ka rraj vëllezër, atëherë ai pemë nuk qëndron, do thahet vyshket edhe vdes. Ne ke përmend pasaj vëllezër Ibn Kaimi ajetet që flasin për këtë temë, që flasin domthonë për gjashtë shtyllat e imanit, thot fa hadhihi al-usul al-khams. Thot këto shtyllat e imanit, thot kush nuk beson në to, felejse bi mu'min. Kush nuk beson me bindjen tonë nuk është besimtar. E çka është, çysh duhet me besu tash vëllezër në këto? Çfarë bindje duhet me pas na karshi këtyre gjashtë shtyllave të imanit, na sqaron këto Ibn Kaimi rahimahullah, thot me pas çasi bindje, çasi imani njeri në zemrën e tij që thot hatta tasira ka'annaha mu'ayyanatun lil qalb. Sikur me i pa me syt e zemrës, ashtu siç me i pa domethënë me syt e zemrës, me çasi bindje, këto shtyllat e imanit, ashtu siç e sheh domethënë me sy diellin edhe hanën. Shkon dhe çfarë ndërlidhje të bukur ka bërë këto Ibn Kaimi rahimahullah me tregu se si duhet me kanë bindja në Allahun, besimin, gjashtë shtyllat e imanit në zemrën e besimtarit. Bon duhet me pas çasi bindje vëllezër, lidhur me realitetin e imanit, bindje të paluhatshme që nuk mundet mu fund të asnjë fije dyshimi. Do thot ashtu siç njeri vëllezër po don me thënë Ibn Kaimi kur me sytë e tij sheh gjana që i beson, paluhatshëm edhe bindshëm, çashtu duhet me kanë ky besim në zemrën e njeriu. Besim do të thonë i paluhatshëm edhe i palkundur me pas bindje të plotë. Pastaj ne përmendëm këtu një fjalë madhështore Ibn Kaimi që kanë thënë disa nga brezat e parë të Islamit, kanë thënë el-yaqinu el-imanu kulluhu. El-yaqinu el-imanu kulluhu. Bindja është imani në tërësi. Bindja është imani në tërësi. Pse vëllezër se çfarë vlere ka njeriu si shtam pa bindje? A mundet me përfitu nga adhurimet që i kryen, me namazin, nga namazit i tij, nga zakati i tij, punët e tjera, nuk përfiton vëllezër kur nëse nuk ka bindje. Se krejt feja, si shtam vëllezër, është ngritur mbi bindje. Mbi bindjen e plotë në shtyllat e iman. Andaj nëse nuk e kikit bindje në zemrën tënde, atëherë gjitha veprat e tua çka shkatrohen edhe nuk pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj përmend vëllezër Ibn Kaimi parimin e tretë se të këta janë njerëz që i udhëzojnë njerëzit në rrugën e Allahut, i thrasin njerëzit drejt Allahut subhanahu wa taala edhe drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkone i thrasin njerëzit drejt Allahut edhe drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra i thrasin njerëzit drejt tauhidit, që me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Edhe i thrasin njerëzit drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do thotë kjo? Me pasu rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe përmend fjalën e Allahut, ku thot Allahu, kur tregon vlerën e këtyre njerëzve, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kush është me fjalë mirë se ai që thret drejt Allahut subhanahu wa taala, bën punë të mira, edhe thot me të vërtet un jam prej muslimanëve. Po shikoni vëllezër, Ibn Kaimi thot ky lloj njerëzor është lloji më i mirë i njerëzve, me pozitën më të lartë te Allahu subhanahu wa taala, me vlerën më të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Askush do thot nuk mundet mu krahasu me ta. Askush nuk mundet me arrit pozitën e tyre. Thot Ibn Kaimi dhe pikërisht ai njerëz që Allahu i ka përjashtu
nga humbja dhe dështimi që përmend surën Al-Asr, wal Asr, pashakohën innal insana lafi khusr. Vërtet se krejt njerëzimi janë humbje, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Me përjashtim të atyre që kanë besu, punojnë mirë, bajnë punë të mira, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. E porosisin janë i tjetrin për të vërtetën, edhe porosisin janë i tjetrin me pas durim. Vetëm këta i ka përjashtu vëllezër Allahu, domthon kush i ka këto katër cilësi. Andaj thotë Ibn Qayyim, thotë Allahu subhanahu wa taala po betohet në këtë sure se lloji njerëzor, shikoni, gjithë njerëzimi pra janë humbje me përjashtim të atyre që e kanë plotësuar vetveten, me iman edhe me punë të mira, pastaj i kanë plotësuar edhe tjerët, duke i porosit lidhur me imanin edhe me punët e mira. Pra nuk jemi mjaftuar vetëm me vetveten. Pra fillimisht vetë kanë përfitu, kanë besu, kanë bërë punë të mira, në anën tjetër që të hajri mirësi që ja ka Allahu e kanë bartë edhe të tjerë, duke i thirrë drejt këtij hajri edhe kësaj mirësie të madhe. Po kjo është një sure vëllezër vërtet madhështore, surja Al-Asr, me pak fjalë, mirë po me kuptime madhështore, e cila e përfshin fenë tërësi, edhe tregon se ku janë shkaqet e shpëtimit. Sa Imam Shafiu vëllezër rahimahullah ka thënë "Law fakkara an-nasu kulluhum fi surati al-'asr lakafathum." Sikur njerëzit ndaleshin të mendonin thellë rreth kësaj sure, do t'ju mjaftonte. Po në aspektin e argumentimit, në aspektin e argumenteve, jo në çdo son për çështjeve të fesë, mirë po në çdo aspekte që ai ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se i ka përmbledh hajrin në tërësi. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë njeri realisht nuk mundet me kanë pasues i vërtet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përveç të nëse thret drejt Allahu subhanahu wa taala me dije edhe me largpamësi. Pra shkon edhe dy gjëra. Me thirr drejt Allahut, me i këshillu njerëzit, mirë po çka jo me ignorancë, jo pa argument, po mi thirr çka me dije edhe me largpamësi. Thot ashtu siç thot Allahu, e urdhron pejgamberin alayhis salam dhe i thot kul hadhihi sabili, thuaj kjo është rruga ime, ad'u ila Allahi ala basira. Që unë thras drejt Allahut me largpamësi, me argumente. Ana wa man ittaba'ani, unë edhe çdo kush që më pason mua. Pra ad'u ila Allah, shikoni të thras drejt Allahut, pra me sinqeritet, drejt tauhidit Allahut subhanahu wa taala. Shumë njerëz shkojnë, ka njerëz që thrasin drejt Allahut, kanë sinqeritet. Thret drejt tauhidit, drejt namazit, drejt punëve të mira, dhe është i sinqertë. Mirë po, disa njerëz dhe Allahu na ruaj, thret drejt tauhidit, thret drejt punëve të mira, mirë po, qëllimi çka është ai thret drejt vetes, me çithirje që ai u bën njerëzve dëshiron famë, dëshiron përfitime materiale, dëshiron më duk para njerëzve, që njerëzit me lavdru. E është ky prej thirrjeve drejt Allahut? Pa dyshim që jo. Pse se e ka humb ikhlasin, e ka humb sinqeritetin. Andaj vepra ati nuk i pranohet. Daveti vëllezër është adhurim, është ibadet. E siç e dini, nëse në adhurim, çdo adhurim dhe ibadet nuk ka ikhlas, nuk ka sinqeritet, ai nuk pranohet prej Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim, e sqaron këtu vëllezër se thot fasabiluhu wa sabilu atba'ihi ad-da'watu ila Allah. Këtë ajet po të sqarohet se rruga e pejgamberit alayhis salam edhe rruga e pasuesve të pejgamberit alayhis salam është me bë thirrje drejt Allahut, andaj thot kush që nuk thret drejt Allahut nuk është në rrugën e tij, nuk është rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse se rruga e tij që nga që ti me i thirr njerëzit drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe në anën tjetër vëllazër, ai që thret, mirë po nuk thret me sinqeritet, apo thret, mirë po thret drejt bidateve, thret që mu kundërshtu suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky nuk është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra në rrugën e tij janë vetëm ata që kanë bërë bashkë mes dy xhanave, me i thirr njerëzit drejt Allahut, edhe kjo thirrje vëllezër me kanë ala basira, me kanë ngritur mbi argumente, fakte, edhe me largpamësi. E sqaron Ibn Qayyim vëllezër pasaj thotë se krejt Kur'ani në tërësi thotë është i mbushur me argumente, me fakte, me dëshmi, me udhëzime, me sqarime, është i tillë që e nxit njerin, e udhëhesh njerin drejt vërtetën, edhe udhëzon drejt asaj që është më e mira. Pastaj vazhdon Ibn Qayyim rahimahullah edhe sqaron parimin e katërt,
Dhe më këta për përmbyllim, thot jehdune, në këtë ajet Allah përmend jehdune bi emrina. Këta janë njerëz që udhëzojnë me urdhrin ton, me çështjen ton, me fen ton. Pa thotë Ibn Kaimi, kjo është argument se ata e pasojnë atë që i ka zbritur nga Allahu, edhe i ka zbritur prej Allahut, i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këta njerëz i udhëzojnë njerëzit vetëm me anë të shpalljes, me Kur'an edhe me Sunet. E jo me fjalë, e jo me pikpamje, e jo me domethënë çka ideologji ndryshme. Thot bella yahduna illa bi amrihi khassatan. I udhëzojnë njerëzit vetëm me urdhrin, çështjen, von fen e Allahut, cilën e ka zbritur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pikërisht vetë që është el-basira, që është e lartpamësia, cilën Allahu i ka ndëruar këta njerëz me pas dije për fen e Allahut subhanahu wa taala, edhe dije rreth asaj që thrasin, edhe në anën tjetër vëllazër me pas ka lartpamësi, me pas lartpamësi. Ose kështu duhet më ka njeri që thret drejt Allahut subhanahu wa taala. Jo me thirr me mendjen e vet, jo me pikpamjet e veta. Mirë po me thirr me shpallje, me Kur'an, me Sunet, me argumente, me fakt. Pastaj vëllazër, është interesant njëri prej dietarëve ka përmend një fjalë që vërtet është madhështore, ka thënë se al-aqaid al-mawjuda ala qismayn, thot besimet që janë sot në mesin e njerëzve, thot janë dy lloje, dy kategori. Thot aqaidun nazila, besime të zbritura, që kanë zbritur më thonë nga Allahu subhanahu wa taala. Çfarë është qëllimi i kësaj vëllazër? Që kanë ardhur do thonë që kanë me anë shpalljes. E çka e dallon këtë besim prej besimeve tjera është vëllazër se njeri i cili e pranon këtë besim edhe e praktikon këtë besim në jetën e vet. Çka thot ky njeri? Thot, unë besoj kështu se kështu ka thënë Allahu, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni kriterin, thot unë besoj kështu se kështu ka thënë Allahu, edhe kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë vëllazër metodologjia e brezave të parë të Islamit. Kjo është akidia. Ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajet, hadith. Lloji i dytë, kategoria e dytë thot ky dietar është aqaidun nabita, besime që kanë dalë si pjell e mendjeve njerëzore, domthonë besime toksore, shpikura nga njerëzit, filozofi ndryshme, pikpamje ndryshme, ideologji ndryshme. Pastaj secila ka shkollën e vet, i ka librat e veta, i ka nxënësat e vet që e përhapin në kështu me radhë. Atë kjo na ndihmon me kuptues se domthonë çfarë është ajo e sakta e çka është ajo domthonë e devijuar. Secili mundet me pretendu gjana ndryshme, secili mundet me shpik mendime ndryshme, pikpamje ndryshme, me besime ndryshme. Po çfarë është ai kriteri që i hedh poshtë gjitha këto, edhe bën që ti si besimtar me kanë mbrojtur nga këto, libri i Allahut edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E jo vëllazër polemikat e ndryshme, jo debatet e ndryshme, jo njëri me kanë i tillë që kur e sheh dikon që është ma i Zotin shprehur në oratori, në rrjedhshmëri e pason ato. Pa i shikuar domosdoshmë fjalë që ai thot a i ka nga Kur'ani, apo fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo nga brezat e parë të Islamit. Shallë një njeri ka ardhur tek përcjellët e Imam Maliku rahimahullah, dietar i madh Islam, edhe ka thënë po du me debatu me ty. Po du me polemizu me debatu me ty. Imam Maliku i ka thënë, mirë ka thënë, nëse unë të muj gjatë debatit, ka thënë unë të komet pasu. Mirë ka thënë, nëse ti unë mund mu, thët ti duhet mund pasu mu. Mirë thët, nëse vjen një njeri i tret, një tjetër edhe na mund dyve, thot na e pasojna ata. Imam Maliku pastaj vëllai ka thënë, feja nuk është kështu. Feja nuk është kush e mund kon. Thot feja është qala Allahu, qala rasuluhu. Feja është ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ç'është feja vëllai? Që ti me kanë kapun çto parime. Sa Imam Maliku ka thënë, asa har të vjen dikush që është më i Zotin shprehur, më orator, edhe na mund, thot na për shkak kësaj na me braktis Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur ti ishte vëllazër kështu, atëherë kish me hum feja Allahu subhanahu wa taala. Po kjo nuk është kështu vëllazër, feja është dritë që e ka zbrit Allahu në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah e përmbyll këtë çështje dhe thot fa hasala min hadha, thot nga tërë kjo, thot dalin përfundim se ata imamllarët e fesë, të cilët janë shembull për tjerë, thot janë ata që kanë bërë bashkë mes sabrit, mes bindjes, mes thirrjes drejt Allahu subhanahu wa taala, përmes sunetit edhe shpalljes, thot la bil ara'i wal bid'a, jo përmes pikpamjeve tyre mendore e as përmes bidatit. Thot fa haula'i khulafa'ur rasuli fi ummatihi sallallahu alaihi. Thot kanë ata që e zavensojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në umetin e tij, thot janë njerëzit e veçantë Allahut edhe evliat e tij. Thot wa man adahum, andaj kurdo që i armiqson ata apo i lufton ata, realisht thot e ka luftu, i ka shpall luftë Allahut subhanahu wa ta'ala. Siç thot Allahu në hadithin qudsi, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kurdo që e armiqson një mik timin, thot Allahu, un atij njeriu i kam shpall luftë. Un atij njeriu i kam shpall luftë. Mos pyet vëllezën për njeriun cilit Allahu subhanahu wa ta'ala i shpall luftë, se si kom e kanë gjendja e tij, Allahu na ruaj. Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah na sjell një fjalë madhështore nga Imam Ahmedi, imam e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit, që të palajmë për dersin e ardhshëm inshallah, se është vërtet fjalë madhështore dhe këshill madhështore nga ky imam i madh i Islamit. E në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala na sjell dobimat që dëgjum. E lutim Allahun subhanahu wa taala me na ashtu dijen e khairit, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.